Nuk e di nëse mund të quhet përplasje, unë jam treguar I hapur, unë kam një përgjegjësi të madhe e para njëherë sepse unë drejtor gjykatën e lartë, e dyta dhe për më tepër që jam një ndër hartuesit e reformës së drejtësisë. Dhe unë nuk mund të shprehem vetëm pozitivisht dhe me superlativa për çdo lloj gjëje që po ndodh. Sigurisht që unë do ta mbroj atë që të paktën bashkë me kolegët e mi e kemi hartuar, arkitekturën, por unë mund të jep shumë kritik në mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi dhe këtë e kam deklaruar në mënyrë të vazhdueshme. Natyrisht kam qenë I kujdesshëm, por kam qenë edhe më tepër kritik, ndoshta edhe nga ç'do duhet, për arsye sepse sistemi nuk po funksionon siç duhet. Dhe arsyeja kryesore është që nuk ka një planifikim të qartë nga organet e qeverisjes se ku duhet të shkojnë. Unë jo pa qëllim përmenda në këtë deklaratë përshtypje dhe numrin e gjyqtarëve. Unë vazhdimisht edhe në pozicionin e kryetarit të Këshillit Drejtues së Shkollës së Magjistraturës, e kam edhe si ish drejtori I shkolle e kam ngritur problematikën e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që duhet të jenë pjesë e shkollës. Shkolla ka një numër të kufizuar, natyrisht të paktën ka shuar deri në 80-90 kandidatë për magjistrat, edhe duke pasur parasysh edhe këshillar ligjor. Por ama është e papranueshme që dhe unë kam qenë tepër kritik ndaj Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillit Lartë Prokurorisë, që në numrin e planifikuar të kodave në vitin e kaluar, nga 40 që kishte qenë më parë, kaloi në 20. Dhe këtë vit ajo kaloi në 10 gjyqtarë.